Kryeministri Edi Rama ka bërë bilancin e përpjekjeve të administratës tatimore për të luftuar informalitetin në sektorin e ndërtimit, duke evidentuar arritje të dukshme të pagave të deklaruara dhe kontributeve shoqërore dhe shëndetësore. Gjatë podcastit të tij flasim, Rama u ndal tek objektivat e tatimeve duke theksuar rëndësinë e formalizimit të tregut të punës. Jemi në një proces ku shohim përmirësime të vazhdueshme fal qasjes aktive të Ministrisë Financave dhe të autoriteteve tatimore për të mos lejuar që informaliteti të godas në mënyrën më të padrejtë familjet e atyre që punojnë në sektorin e ndërtimit. Sipas tij, rezultatet janë të dukshme në fondin e pagave dhe kontributeve shoqërore. Për rreth 18.000 punësuar, fondi i pagave u rrit me 9%, ndërsa kontributet me 4%. Rama vuri në dukje gjithashtu një ndryshim të ndjeshëm në strukturën e pagave dhe ulje të ekonomisë informale. Ulja e numrit të pagave në fashën 500 eurove është domethënëse ashtu siç është rritur ndjeshëm numri i pagave mbi 700 dhe mbi 1000 euro. Si pjesë e këtij aksioni të gjerë, administrata tatimore ka ushtruar edhe kontrolle të thelluara në tregun e pasurive të paluajtshme, ku janë evidentuar shkelje të rënda tatimore. Kontrolli 20 janarit në 9 agjenci imobiliare zbuloi punonjës të padeklaruar, paga jo reale, mungesë faturimi dhe evazion në shitjen e apartamenteve. Struktura e hetimit tatimor ka sekuestruar edhe njësi kompjuterike për të thelluar hetimin dhe për t'i referuar çështjet në organet e drejtësisë si pjesë e vijimit të aksionit, që kishte nisur të paralajmërohej që në dhjetor përmes njoftimeve ndaj tatim paguesve për deklarime të pagave reale.